Por Andrea te klapaj, këtë unë po të pyes ditë për ditë, dil dhe prononcohu për çështjen e Belerit. Thuaj më kush është Beleri për ty? Si person, si aktivist, si kryetar partije, si një pretendent për kryeministër, thuaj më një fjalë, pse nuk flet? Apo sepse ka edhe deputetën të një minoritare. Fol më një fjalë, thuaj Andrea te klapaj, thuaj Beleri për mua është gjigant, kaq, në rregull. Të hedh një të kokër vezë dhe një pras ty unë në surat, këtje dhe të klapën, të të marrëj punë dhe ma atë edhe për Belerin si në ma atë. Të njëtë në gjeka, dhe për Alin Qorin, edhe aj, për atë skusin atje marapa. Psera nuk dhe të flasësh për Belerin, ti thuash këti populli, Beleri për mua është ose kriminal ose hero. Edhe për Pano Sokon. Pano i shkretë, ku merë vesh Pano, profesor të tillë, na kanë marrë me qaf neve, ja, kjo është shkolla. Qore Pano i thuaj, zohu nga gjumja atje, mas rritu ka u përdredhur, lartë poshtë atje, tek syrit e ve. Dil atje dhe thuaj për Belerin, dy fjalë. Ka vrar, s'ka vrar, është si është. Shikohet të shkuarën penale dhe kriminalit e ti. Foli dy fjalë, mos u bëj qerë. Tani të flasë edhe për Enver Shabanin, për e Piskuriqin e vogël, do dalej të flasë për Belerin, zotin a ruajt. Kur të flasë për Belerin, atëherë hajti i shken nga 7 nga Beleri. Ja, kjo është politika e djeshme, sotme, mesme, hajde prit nga këta. Kush pret? Pret unë e ti? Apo këta njerëzit? Asnjë nuk pret.